Ndërsa Mali i Zi po përgatit portin e Barit për një rol më të madh në tregtinë e Adriatikut dhe po investon në lidhjen hekurudore me Serbinë dhe Europën qendrore, Shqipëria, të paktën për momentin, duket larg një gare të ngjashme portuale. Kontrasti është edhe më i dukshëm po të shihet ecuria e dy vendeve drejt Bashkimit Evropian. Mali i Zi dhe Shqipëria janë aktualisht dy vendet që udhëheqin procesin e integrimit në Ballkanin Perëndimor, me Podgoricën më të avancuar dhe Tiranën pas saj. Një analizë e fundit e Monitor mbi zgjerimin e BE-s evidentonte pikërisht se dy vendet kanë shkëputur ritmi nga pjesa tjetër e rajonit, por afrimi institucional me BE-n nuk po shoqërohet me të njëjtën shpejtësi në infrastrukturën strategjike. Projekti kryesor që duhet i jepte Shqipërisë një pozicion më të fortë në hartën portuale të Adriatikut, porti i ri tregtar i Durrësit në Porto Romano, vazhdon të mbetet pezull. Tenderi ndërkombëtar me fond limit rreth 39.3 miliard lek nisi në fund të vitit 2024 dhe kaloi për më shumë se një vit në përfaza vlerësimi teknik dhe ankimesh. Nga 5 operatorët dhe bashkimet ndërkombëtare që hynë fillimisht në garë, vetëm 2 kaluan fazën e parakualifikimit. Në mars 2026, gara mori një tjetër goditje. Operatori vetëm që kishte mbetur në procedurë u tërhoq për arsye ekonomike, të lidhura sipas qeverisë me rritjen e kostove të ndërtimit. Tenderi për projektin që duhet zëvendësoj portin aktual të Durrësit mbeti kështu pa fitues. Problemet nuk kufizohen vetëm tek porti, edhe tenderi për projektin teknik të linjës hekurudore Porto Romano Sukth, lidhja që duhet ta integroj portin e ardhshëm me rrjetin kombëtar hekurudor, u përball me ankime dhe vonesa. Ky e dobëson pozicionin e Shqipërisë, pikërisht në momentin kur korridoret logjistike të Ballkanit po marrin në rëndësi të re ekonomike dhe strategjike. Më herët është evidentuar se dështimi i tenderit të Porto Romanos, ponesat në hekurudha dhe problemet e segmenteve rrugore, po rrezikojnë realizimin e korridorit të 8 sipas afateve dhe standardeve europiane. Ekspertët kanë paralajmëruar gjithashtu se vonesat në Porto Romano mund të kenë një kosto konkrete në konkurrencën rajonale. Osman Metalla, ekspert i infrastrukturës detare, ka pohuar se me kapacitetet ekzistuese që po afrohen me kufit e tyre dhe palidhje të përshtatshme hekurudore me rajonin, Shqipëria rrezikon që linja detare të orientohen drejt porteve konkurruese, përfshirë Selanikun dhe Barin, ndonse Shqipëria ka në letër një avantazh të rëndësishëm, portin e ri të Porto Romanos, korridorin 8 dhe pozicionin gjeografik përballë Italisë. Faktikisht, pa portin e ri dhe pa hekurudhën që duhet ta lidhë atë me rajonin, këto avantazhe mbeten kryesisht potenciale. Shqipëria mund të jetë e dyta pas Malit të Zi në garën politike drejt BE-s, por në garën e porteve dhe korridoreve logjistike, distanca duket shumë e madhe.